mbeta një ditë tek një vajzë, e cila thoshte në atë selfie video në saj, në vetë regjistrimin e saj, që shikonin, ne kemi 35 vjetë që presim për këtë ditë, dhe neve na ka ardhur në majtundës. Do më thënë me pak fjalë, pjesa e artikulimit shpesh dëgjuar, që është kjo, si themi, mbarsja nga një situatë e cila sipas disa të rinjve, të cilët po ti llogarisësh moshën, i bie që jo më pak apo diçka afërsisht sa 10 vjet apo pak më shumë apo pak përpara nuk kanë qenë as në moshën e pjekurisë, pra nuk kanë qenë me siguri as interesuar për kontekstin e për ngjarjet apo për problematikat e vendit, po ndoshta duke jetuar në Shqipëri natyrisht njeriu që në vegjëlie, që në rinie, që në moshën e të adoleshencës fillon krijon dhe ndërton një ide, ama njerëz të cilët me sa kuptoj nga mosha nuk e din se nga vim, nuk e din se çka ndodhur në Shqipëri. Me sa duket informacioni ka humbur në kohë, me sa duket jeta moderne, pra pjesa e rrjeteve sociale, gjithçka ne njohim sot dhe gjithçka ne kalojmë me shpejtësi disa sekondëshe, si lajme, si tituj, sot ka fshirë çdo gjë nga memoria kolektive dhe mendojnë se kanë 36 vjet që presin për të ardhur kjo ditë.